Hyrje fshatit me ato mure që kanë bërë poshtë, edhe arritu deri këtu. Kjo këtu është një llamarine, kupton? Ne duam në kalime mbi kalime të sakta. Nuk ka nevojë për llamarina. Këto janë tumbina ujë që mund të kalojnë. Ne duam të zhvillojmë pronat. Pronat nuk zhvillohen me llamarina. Pronat zhvillohen me nënkalime mbi kalime, siç e ka gjithë bota. Nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër, vetëm zgjidhje. Shkoni do te toka tani me këtë? Ora me atë shkojmë vetëm me makina të vogla. Një zjarfikse nuk shkon dot, e kupton? Po nuk është zgjidhja kjo llamarina, duhet nën kalim mbi kalim. E kupton? Ajo është 8 metra. 8 metra të kalosh në vryme, vetëm këtu mund dot. Çfarë do të bëjmë? Ne do vazhdojmë të protestojmë. Nëse nuk ka zgjidhje, ne do vazhdojmë, do bëjmë tonën. Pastaj sultani e di sultani Rama këtë punë çfarë do bëj. S'kemi çfarë bëjmë ne kundra sultanit, s'kemi dalim dot. Është vendimi i atij. Ke shpresa që do zgjidhet? Shpresa në këtë vend nuk ka vdekur. Tani kryeministri thot, hajde investoni në agroturizme. Ne kemi prona, do investojmë në agroturizme. Po si do investojmë ne? Futet turisti në llamarin, në vryme nuk futet. Tani kryeministri Belinda Balluku ka ndaluar këtu, i ka thënë këtyre firmës, vazhdoni projektin, bëni këtë llamarinën siç është. Domethënë Belinda që nga pronari e Shqipërisë. Pra janë të vendosur. Janë të vendosur. Domethënë ne si banor fshati nuk na marrin fare parazysh. Tani të bllokosh një fshat të gjithë kaninën ta bësh burgësh, ë? Domethënë rreth e rrotull, komplet kanina, se s'është vetëm kjo pikë, janë 5 pika. Domethënë RSH-ja, ministria duhet të vi këtu që të komunikojë me ne, se këto projekte, problemi i Shqipërisë është këtu valla, që projektet bëhen në zyra, nuk bëhen në terren. Duhet vjen të bëhen terren, të shikojnë terrenin, ku dëmtojnë banorët, ku s'dëmtojnë, edhe ne jemi kundra projekteve të mëdha, kundra pro zhvillimit jemi edhe ne. Nuk jemi kundra bypassit. Pro bypassit, ama po na shpërbëj edhe ne. Jo të na çosh kaninën në burg. Kjo quhet burg. Hajde tani të burgosim një fshat të gjithë aty, se kushdo fshat qoftë, po kanina është një fshat me histori që ka vepra. Është një kaninë shumë e madhe e burrave të mëdhenj dhe nuk mund të ngrihet një kryeministër, një ministra Belinda Balluku thotë unë jam pronar e këtij vendi. Pronar të këtij vendi jemi ne, janë baballarët tanë, janë gjyshlarët tanë. Dhe për këto troje këtu kemi të dërë gjak ne. Belinda na e ka origjinën, andej vetë e gjak edhe të jap kompetenca. Po këtu jemi ne. Nëse këta do të vazhdojnë kështu, ne do vazhdojmë, s'kemi çfarë bëjmë. Ose ndryshe neve të rinjve që na thuhet hajde ne investoni këtu. Siç unë kam qenë pa kohë dhe kam marrë me mendimin për të investuar këtu dhe nuk më lejohet të investoj. Atëherë do ikim prap. Ja kjo është, domethënë na kanë mbledhur shpresën. Nëse një popull i vjet shpresën, nuk ka më çfarë të bëjmë ne këtu. Nuk ka më kanina, nëse ti ke bërë këto mure këtu. Nëse i ke bërë këto mure këtu, nuk ka më kanina të futet në ullishte, në toka ti zhvilloj.